Bëhet në këmbë nga një parim I vetëm, ligji e kushtetuta mbi të gjithë. Edhe mbi politikën, edhe mbi krerët e institucioneve. Prandaj sot nuk po marr një vendim politik, por po përmbush një detyrim të qartë kushtetues dhe po u rikthej fjalën atyre që në demokraci e kanë gjithmonë fjalën e fundit, qytetarëve të Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë, dua të ndalem gjithashtu tek një debat që ka dominuar dje gjatë ditës. Dje, siç e dini, kam dorëzuar në kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. E kuptoj shumë mirë që kjo ka ngritur pyetje. Në një klim politike të tensionuar, çdo veprim shihet me dyshim dhe çdo vendim interpretohet përtej asaj që në fakt mund të jetë e vërtetë. Kjo është natyra e politikës, por dua të jem shumë e qartë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto amandamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm, pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vet amandamentet, për të gjithë ata që I kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra 6 muaj më herët, që do të thotë që edhe sikur këto amandamente të miratoheshin mbrëm, ato nuk do të ndryshonin asgjë sa I përket zgjedhjes së pasardhësit tim. Pra deri mbrëm në mesnatë ka qenë afati për zgjedhjen e pasardhësit tim, do të zgjedhej nga kuvendi dhe tek pas 5 vitesh do të krijohej mundësia për zgjedhje të drejtë për drejtë nga populli. Nëse jam e qartë, pra kjo s'ka të bëj fare me mandatin tim. Sepse mundësia për zgjedhje të drejtë për drejta nga populli do të krijojë tek pas 5 vitesh, sipas këtyre amendamenteve. Dhe jo tani, pra s'ka pas fare të bëj me mundësinë që unë të kandidoj në zgjedhje të reja tani. Dhe kjo është e qartë për këdo që I ka lexuar ato amendamente pas syzet e polemikës politike. Për më tepër është e rëndësishme të thuhet një e vërtetë që shpesh humbet në zhurmën e debatit politik. Këto amendamente nuk janë hartuar nga unë. Ato janë hartuar nga Komisioni Kushtetues I vitit 2011 dhe kanë kaluar tashmë vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Pikërisht për këtë arsye, nuk kam pasur mundësi që t'i ndryshoj ato, sepse çdo ndryshim do të nënkuptonte që amendamentet të riktheheshin përsëri në gjykatën kushtetuese, duke zgjatur edhe më shumë një proces që tashmë ka pritur për vite të tëra. Të nderuar qytetar, po kthehem sërish te çështja e shpërndarjes së kuvendit. Arsyeja pse jemi sot këtu nuk është fare dekreti im, sepse dekreti është thjesht një formalitet që vjen pas një fakti tashmë të mirëqen. Fakti është ky. Në mesnatë është mbyllur përfundimisht çdo mundësi kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo nuk është çështje interpretimi, është çështje afatesh kushtetuese dhe këto afate tashmë kanë kaluar. Kjo do të thotë se edhe nëse procesi do të vazhdonte tutje, edhe nëse do të pritej, rezultati kushtetues nuk do të ndryshonte. Ne tashmë kemi hyrë në një territor shumë të qartë juridik. Prandaj pyetja që duhet bërë nuk është nëse do të ketë zgjedhje. Pyetja e vetme është sa do të kenë sukses disa që t'i zvarrisin ato. Pra pyetja e vetme është kur është data e zgjedhjeve. Qytetarët nuk kanë nevojë për vonesa të reja, kanë nevojë që të dëgjohet qartë zëri I tyre. Ata kanë nevojë po ashtu për qartësi, kanë nevojë për institucione që funksionojnë e jo që janë në funksion të zvarritjes, kanë nevojë për një politik që nuk friksohet nga përgjegjësia. Jam plotësisht e vetëdijshme dhe e gatshme që ky dekret mund të kontestohet në gjykatën kushtetuese dhe dua ta them hapur. Kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim. Jam shumë më e qetë të përballem me një kontestim për veprim në mbrojtje të kushtetutës se sa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Sepse në fund të fundit, në një republikë kushtetuese, përgjegjësia më e madhe nuk është të jesh I pëlqyer nga politika e ditës. Përgjegjësia më e madhe është të qëndrosh në anën e kushtetutës dhe në anën e interesit të Republikës. Edhe kur kjo është e vështirë, edhe kur kjo nuk mund të pëlqehet. Por shtetet serioze ndërtohen pikërisht mbi këtë parim. Ligji mbi të gjithë dhe në këtë rast kushtetuta dhe Republika mbi të gjithë. Dhe sa I përket shpalljes së zgjedhjeve, gjykata jonë kushtetuese tashmë ka praktik të qartë
rreth kësaj. Bazuar në dispozitat e kushtetutës, nuk mund të aplikohet afati 60 ditor i përcaktuar në nenin 82 pas afatit të përcaktuar në nenin 86.2 e kushtetutës. Zgjedhja e presidentit pas afatit 30 ditor është në kundërshtim të qartë me kushtetutën. Sepse nëse ky do të ishte qëllimi i normës, pra të zhvleftësohej në tërësi afati detyrues, kushtetues i përcaktuar në nenin 86.2 dhe do të mundësoj ushtrimi funksionit të presidentit Republikës nga një ushtrues detyre edhe në rrethana të cilat fare nuk i parashe kushtetuta. Por si që thash, ka praktik të qartë të gjykatës kushtetuese të cilat e kanë qartësuar edhe më tej obligimin tim për ta shpërndar kuvendin në këtë rast. Aktgjykimi 72 thyje për 20 trajton në detaje kompetencën e presidentit edhe në rrethana në të cilat i njëjti ka për detyrë ose diskrecion shpërndarjen e kuvendit. Rrethonat e rastit specifik ndërlidhen me interpretimin e nenit 82.2 të kushtetutës, pra shpërndarjen e kuvendit pas votimit suksesshëm të mosbesimit të qeverisë, por megjithatë, aktgjykimi trajton edhe rrethonat e tjera. Dhe në paragrafet 384 deri 386 thekson se kushtetuta parashe që nëse kuvendi nuk arrin të kryej detyrimet të rëndësishme kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës, atëherë kuvendi duhet të shpërndahet me qëllim të krijimit të një kuvendi të ri që do të mund të kryej këto detyra të rëndësishme kushtetuese pas zgjedhjeve të reja të parakoshme. Pra jo vetëm kushtetuta, por edhe gjykata kushtetuese në praktikën e mëhershme ka qenë jashtëzakonisht e qartë rreth kësaj. Ka edhe aktgjykime të tjera të cilat e mbështesin këtë. Për dallim, natyrisht se rrethonat e afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit janë edhe më të qarta se sa ato për zgjedhjen e qeverisë, dhe siç e përmenda më herët, këto tashmë kanë kristalizuar detyrimin tim kushtetues për të shpërndar kuvendin. Në fund, rasti i dërguar në gjykatën kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje nuk paraqet pengesë për nxjerrjen e dekretit për shpërndarjen e kuvendit, për aq sa gjykata nuk ka vendosur për mas pezulluese dhe siç e thash deri në këto momente nuk ka një mas të tillë nga ana e gjykatës. Po ashtu ekziston një praktik e cila nuk e pengon shpërndarjen e kuvendit edhe në rast të shqyrtimit të kërkesave të palës që ndërlidhen pikrisht me konstituimin e kuvendit. Pra ne kemi pasur qysh vitin e kaluar raste kur palë nga kuvendi kontestonin faktin se është konstituar kuvendi, por ne kemi vazhduar me shpërndarje të kuvendit, me shpallje të zgjedhjeve, me organizim të zgjedhjeve të reja dhe të gjitha kanë përfunduar. Pra, kjo është aspekti kushtetues, siç e thash edhe më herët, arsyeja pse sot jam detyruar që ta shpërndaj kuvendin, po e përsëris detyruar që ta shpërndaj kuvendin, është sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Në fund, i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që ta trajtoj çdo çështje që ka të bëj me që mund të paraqitet edhe në të ardhmen rreth kësaj teme me urgjencë, duke e ditur se sa të rëndësishme janë qartësitë kushtetuese, duke mos lejuar asesi që qëllimet për zvarritje të dominojnë mbi interesin e Republikës së Kosovës dhe në asnjë moment mos lejojnë asnjë presion i cili do të mund ta ndryshonte interpretimin vetëm në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si presidente e Republikës së Kosovës në asnjë moment, sikurse edhe në të kaluarën, as nuk kam ndërhyrë, as nuk do të ndërhyj dhe do të mbroj çdo institucion të pavarur nga ndërhyrje që mund të tentohen për të ndryshuar një vendim që interpreton Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, siç e thash, edhe nëse dikush e dërgon këtë dekret në gjykatën kushtetuese, unë do të përballem qartë në mbrojtje të këtij akti, në mbrojtje të këtij dekreti, i cili është detyrim. Mos nxjerrja e këtij dekreti mua do të më vendoste në shkelje të qartë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe këtë nuk e kam ndërmend ta bëj. Ju faleminderit, ju lut për mirëkuptim, meqense
Po natyrisht, me njëherë sot do të ftohen liderët e partive për datën e zgjedhjeve, sepse siç e dini është obligim që të konsultohen paraprakisht dhe është pasojë e nevojshme me njëherë pas shpërndarjes kuvendit që të shpallen edhe zgjedhjet e reja, por paraprakisht duhet një konsultim formal me partitë politike dhe me njëherë pas kësaj do të caktohet data. Unë do të kem mundësi t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve edhe pas dite. Pra ju lut për mirëkuptim që për çdo çështje tjetër, përfshi edhe për këto që sapo i thash, të ulemi edhe një herë dhe të diskutojmë më gjatë, ku do të kem mundësi edhe t'ju përgjigjem interesimit tuaj, por me qenë se jemi duke u nisur për prekaz, shpresoj për mirëkuptim për momentin. Ju faleminderit shumë.